Trajneri i njohur Shpëtim Duro mendon se Shqipëria nuk mori aq sa meritonte përballë Serbisë në ndeshjen e së shtunës. Në studion e Sport News në News 24, Duro analizoi ndeshjen me Serbinë, por edhe sfidën e sotme ndaj Letonisë. Serbia është ekip cilësor, ka probleme gjithsesi. Kjo situatë u tregua edhe në lojë. Ekipi jon meritoi më shumë nga ajo çfarë u zhvillua, e përgatitëm mirë ndeshjen, çdo gjë ka qenë perfekte. Rezultati mund të konsiderohet pozitiv, na mbetet peng ajo penallti e Manajt. Nëse do e realizonim, do arrinim fitoren. Ata e kanë ditur që masa do jenë të lartë, sa i takon sigurisë. Sa i takon ndeshjes, hynte ato të vështirësisë së lartë, pas asaj që kaloi ekipi jon në Beograd. E njëjta situatë ishte edhe në Elbasan para disa vitesh. Organizimi ka qenë perfekt. Ke himnis është era e parë që ndodhin gjëra të tilla, tha fillimisht Duro, duke ju referuar ndeshjes së të shtunës në Air Albania. Më pas ai u ndalte te sfida e sotme kundër Letonisë, e cila mund të jetë përcaktuese për ecurinë kualifikuese të botrorit. Letoninë kanë parë dy ndeshjet e fundit, është ekip kompakt, luan me skemën 3-6-1, pret gabimin e rivalit për ta shfrytzuar. Duhet të ruhemi shumë edhe nga kundërsulmet. Gjimshiti dhe Ajeti janë mungesa të rëndësishme, por kemi fat që kemi dy qendërmbrojtës të mirë. Ismaili është një nga lojtarët me treguesit më të mirë. Kumbulla ka luajtur sezon të jashtëzakonshëm. Kemi lojtarë si Muçi dhe Bajrami që nuk kanë luajtur. Kemi lojtarë që mund t'i aktivizojmë për të ndryshuar ritmin e lojës. Mungesa e aktivizimit të Muçit ka diçka që nuk shkon. Ato janë zgjedhjet e trajnerit. 0 minuta në 3 ndeshje është pak e dyshimt, tha Duro.